Nga e hëna 13 tetor, Ministria e Brendshme ndaloi përdorimin e monopatinave. Ky është rasti i dy të rinjve, të cilët në shkelje të plot të urdhrit të dhënë nga Ministria Koqiu, po udhëtonin së bashku me monopatin deri në momentin kur postobloku i policisë në qendër të Tiranës u bllokoi mjetin. Eksperti Islam Qibini është i mendimit se do duhej një draft ligjor përpara se të bllokoheshin mjetet. Pavarësisht se që ndalohen lëvizja atyre, por duhet të kemi një kuadër ligjor, i cili mungon aktualisht. Këto mjete përfshihen midis mjeteve që të riqen me dorë nga njeriu, mjetet që të gjen me kafshë, biçikleta dhe ciklomotor. Ky është një mjet që bën pjesë midis biçikletës dhe ciklomotorit. Pra duhet futet në kategorizimin e mjeteve rrugore. Por si do t'i kontrolloj policia monopatinat? Janë mjete që kanë një motor elektrik deri në 25 kuaj fuqi dhe gjenerojnë një shpejtësi, gjeneron një shpejtësi deri në 25 km/h. Në rast se kalon mbi 25, këto mjete vetë stakohen, ndalojnë në vend. Pra, në dy momente ndalojnë këto mjete, kur janë të fikur ose kur gjenerojnë shpejtësi më të madhe se 25 km/h. A e realizojnë këto monopatina këtë kërkesë që këtu policia këtu duhet kontrolloj, të bëj kontrollin e parë dhe t'i bllokoj këto mjete. Eksperti ndan mendimin se çfarë do duhet përfshirë në udhëzimin e ri, për të cilin policia e shtetit thotë se pritet të dalë brenda këtyre ditëve. Të përdoren vetëm nga një drejtues, jo të kenë për shembull 2 ose 3 siç është aktualisht. Duhet patjetër të ketë një librez mjeti me qëllim që punojësit e policisë që të aplikojnë një masë administrative, duhet drejtohen për shembull pronarit të mjetit ose drejtuesit mjetëve. Nëse e përdorin minoren, për shembull, ku duhet ta vjeli punojësi i policisë gjobën? Të kufizohet mosha, do të jetë mosha 16 vjeç e larg. Ndërkaq, dy gjimnazistë të shkollës Petronini Luarasi shprehën pakënaqësi lidhur me bllokimin e monopatinave të tyre. Për mua që e përdor është vendim shumë i pasakt, sidomos për faktin që u vendos brenda 24 orëve, domethënë thanë dje që do i ndalojmë skuterat, edhe sot thjesht i ndaluan. Ka për të penguar në raste që nuk do kem mundësi me çfarë të vi. Vizion Plus mësoi se të gjitha mjetet e bllokuara do t'u kthehen pronarëve për 30 ditë. Ky afat është lënë që të gjithë drejtuesit të kenë kohën e nevojshme për të paraqitur kontratën e shitblerjes dhe dokumentin e origjinës.